E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi përsëri së bashku, këtë herë për të komentuar pak lojën të Labinot Rexhës. Tani loja e Labinot Rexhës dhe mënyra se si Labi ka përzgjedhur të bëj lojën në shtëpinë e Big Brotherit, më duket pak një imitim i lojës së vitit të kaluar që ka bërë gjesti në Big Brother VIP Albania. Nëse Londrimi dhe Alba përzgjodhen që të mbyllen në banjo, do me thënë një imitim që ka bërë Gjesti, Labinoti bëri të njëjtin imitim. Mbani mend kur Gjesti u fshe në lavanderi dhe brenda në shtëpinë e Big Brotherit doli lajmi sikur Gjesti ka lënë shtëpinë dhe është larguar. Të njëjtën lojë e bëri mbrëm edhe Labinoti. Edhe pse Labinoti unë e shoh shumë të rënduar emocionalisht, do me thënë nuk e shoh të përgatitur për këtë lojën dhe kam frikën që Labinoti edhe do të gjuan tek banorët. Ai mbrëm u ndje shumë i fyer, u ndje shumë i thyer shpirtërisht që Dolce përzgjodhi të mos taftoj në ditë të lindje. Do thënë Dolce kishte vetëm 10 ftesa dhe ndërto Labinoti nuk ishte i ftuar në ditëlindje dhe ai e përjetoi shumë keq këtë gjë. Do me thënë Labinoti e shikoi që është duke e kuptuar që po luan gabim dhe do me patjetër që të jetë në qendër të vëmendjes. Do me thënë është duke luajtur me shumë inat, është duke luajtur me shumë xhelozi, xhelozinë ka vënë para gjithçkaje dhe kjo gjë siç duket tek Dolce e bëri që Dolce ta kupton që Labi duhet goditur dhe e goditi në këtë formë. Do thënë nuk e ftoi në ditëlindje. Nga momenti që Labi nuk u ftua në ditëlindjen e Dolces, Labi e përjetoi i keq, fytyra e tij ndryshoi krejtësisht, do me thënë u duk ajo skuqja në fytyrë që ka një lloj mlefi, një lloj nati dhe brenda asaj shtëpie, Labi pati një diskutim të ashpër me Bia Kalifën që në fakt nisi edhe ta godet, ta rre Bien Labi në atë të njëjtin moment. Do me thënë atë inatin që kishte, s'kishte ku ta nxjerrë dhe dëshironte që ta nxjerrte te Bia, do me thënë ta rref Bien. Imagjinoni ku arriti situata, sa që Bia do me thënë bënte veprime skandaloze, bënte veprime pornostare brenda asaj shtëpie, gjë të cilën e vran Labin dhe Labi filloi që të qanë se mua më shikon djali im, mua më shikon fëmia im dhe nuk mundem ta përballoj dot. Dhe për ta zbutur veten Labi që të merr përsëri vëmendjen e publikut, bëri që u fshe në lavanderi, do me thënë imitimi i lojës dhe doli lajmi nëpër shtëpi që Labi e ka lënë shtëpinë për disa veprime shëndetësore. Do me thënë, unë shikoj që Labi dëshiron të bëhet protagonist. Ndoshta e ka frikën sepse nuk e shikon veten që është fitues dhe trembet në këtë drejtimi dhe do me patjetër që të merr vëmendjen e publikut shqiptar. Si e shikoni ju lojën e Labit dhe sa mund të jetë Labi afatgjatë në këtë shtëpi?